Gjatë 22 viteve të fundit, 6.000 persona kanë humbur jetën si shkak i gjakmarrjes, ndërkohë që janë vrarë gra dhe fëmijë. Po për gjatë këtyre 22 viteve, rezultojnë të ngujuar plot 10.000 familje. Këto janë shifrat publikuara nga një studim i kryer nga avokati i popullit. Ndërkohë ne do të pyesim vetë qytetarët. Sipas tyre, cilat janë shkaqet kryesore që për gjatë këtyre viteve gjakmarrja ka marrë këto përmasa? Çfarë duhet të bëjnë organet kompetente në mënyrë që gjakmarrja të reduktohet? Shoqatat të cilat ekzistojnë me një mision që është misioni për të pajtuar këto familje që janë në gjak, a janë mjaftueshëm funksionale? Për këto dhe pyetjet e kësaj natyre qëndroni në Vox Report. Do jenë vetë qytetarët që do përgjigjen për mikrofonin e Ani Report. Sipas jush, cilat janë shkaqet kryesore të rritjes së këtij fenomeni, pra fenomenit të gjakmarrjes? Shkaqet kryesore është shteti personalisht. Sepse Shkodra ka qenë djepi si ka lind e rrit kulturën e qytetërimit shqiptar. Prandaj regjimi bolshevik serboslav e ka bën me qëllim i ka shtin në vllavrasje. Kjo është shkaku kryesor. S'ka asnjë dilemë kjo bun. Kanuni nuk zbatot kanuni. Kanuni 16 dhe 60 vjet është aty mrapa fëmijët, aty i vrasin e fëmin, i vrasin e vajzat dhe gratë. Nuk lejon kanuni. S'ka pun kanuni, aty është komplet regjimi, asnjë gjë tjetër. Përveç se ky është një fenomen i njohur që ka një trashëgimi sociale, sepse është pjesë e kanunit të Lekdukagjinit sipas tyre, mendoj që shkaqet për këtë fenomen, mendoj që janë tek mos zbatimi i ligjit dhe mos funksionimi i institucioneve dhe agjensive që merren me zbatimin e ligjit. Niveli ulët, shkalla e ndëshkueshmërisë, problemet e sistemit gjyqësor dhe shumë fenomene të tjera janë krahas dhe çështjeve të tjera, domthonjë që kanë bëjnë me familjen, me marrëdhëniet shoqërore të krijuara midis individëve, e bëjnë këtë fenomen që të jetë po aq i rrezikshëm sikundër dhe në kohën e vet. Është kompleks çështja. Nuk mund t'i bëj një përgjigje kështu e thatë, por çështja është komplekse, lidhet dhe me gjendjen sociale në përgjithësi dhe me gjendjen ekonomike të zonave të veçanta që e kanë të vështirë mbi jetesën dhe nuk mund ta presësh kështu që është vetëm ky fenomen, është një sër çështjes dhe shkaqesh sociale janë të gjitha dhe ekonomike. Gjakmarrjen në këtë rast duhet ta bëjë shteti. Krimi dhe kriminali duhet të vejnë në foljen e vet. Jo dalin me miqe, me shoke, me miliona që paguhen, edhe ai rri i përsëritshëm, ai është i stazionuar, ai është bërë maestro. Se janë një këtu, gjithë Shqipërinë ka plot fenomene të tilla. Të gjithë kanunet e vjetra, që kanuni i Labërisë, ka qenë dikur, kanuni i gjithë zonave, kupton, te gruaja dhe te fëmia nuk mirë haka. Burrecët marrën hak te gruaja dhe fëmia. Fola në gjuhën labe, unë jam lab vet. Burrecët marrën hak te gruaja dhe fëmia. Gruaja dhe fëmia janë të shenjtë. Dora vrastare, kriminali mund dhe atje duhet prerë ky fenomen, por edhe mund të falet. Po te gruaja dhe fëmijët s'ka më, nuk ka më. Mund të mendoj që nuk është ligji, se po ta dënoj ligji nuk detyrohet ai të hakmerret personalisht. Nëse ligji do jetë i drejtë. Nëse do jetë ligji më i fortë, kështu mendoj që nuk s'ka pse të bëj gjakmarrje. Nëse ti e dënon aq sa, jo të kënaq tyja, por ti je i kënaqur, kështu që kështu mendoj. Kjo është anormale. Ç'është kjo fëmia, të paguaj fëmia për prindërit, për ato që është për aty. Unë vetëm te ligji e shikoj.
Këta janë shumë anshme, ka lloj probleme dhe gjëra që i shkaktojnë këto gjëra. Po mendoj se qeveria ka bë maksimumin me mundshëm për ta evituar sa më shumë këtë problem. Nuk mendoj se është faj qeverisë për mos realizimin 100% kësaj. Ndoshta edhe me ata korrigjime ligjore që po bën dhe do të bëjë qeveria, në lidhje me atë dënimin mbi 38 vjet e kështu me radhë, do ta çojnë në normalitet këtë problem. Nuk është faj qeverisë. Fajti është i mentalitetit shqiptar që do kohë për të riparuar. Qeveria me këtë iniciativë që merr tash bën një punë shumë të mirë për ta penguar edhe mundësisht ndoshta edhe më vonë me edhe studimet e gjërat që do të dalin, do të shkojnë në zero. Dëshira e popullit të shkojnë në zero. Por nuk është pa faj populli. Nuk duhet ja vëmë fajin qeverisë. Fajin duhet ta marrë secili sipas pozicionit që ka vetë. Ai që është intelektual të marrë përgjegjësinë si intelektual sa vepra, ai që është punëtor të marrë përgjegjësinë si punëtor, çdo njeri të marrë përgjegjësinë e vet. Po të marrë gjithë secili qeverinë e vet dhe atë përgjegjësinë e vet dhe mos nisemi me atë që çdo gjë fajin qeveria po bën maksimumin e mundshëm. Qeveria nuk ka asnjë faj këtë problem. Ky problem do të vinë në minimizim të saj të punës qeverisë dhe të punës vetë. Kanuni ka dhe atë që gratë nuk preken, familje nuk preken, kështu që nuk është funksionimi i ligjit i ashtu dhe mos vatimi, se ligjet kemi ne për dua, për një që dua ai ja merr shpirtin. Pjesë çdo është. Po jo kanuni. Jo kanuni kanuni ka qenë në kohën e vjetër, tani jo. Ma do mondial zë të kanun tani, do të thosh për kanunin, të marrësh familjen në qat, të vrash familjen, të rrim fëmia 10 vjeçar, 12 vjeçar, doan që në sigurin derisa bëhet burr, derisa vdes deri brenda është vetëm rëndin tonë bet. Unë mendoj për shembull që vallai ka të bëjë shumë ndërgjegjësimi i këtij populli, se vallai ku një kohë shumë e gjatë që kjo them unë, ka, se edhe ligjet i forcos sa të duash, ndërgjegjësimi edhe kultura, ku do bëj punë vetë. Integrimi janë një sër komponente që shkojnë me këtë. Po të krahasoj se jugu, pse jugu për shembull ka më pak edhe veriu më shumë. Është ajo si duhet civilizimi ka bërë punë vetë me kalimin e kohës. Them se me kalimin e kohës, por do kohë. Sigurisht edhe ajo ka të bëjë shumë, sidomos sa më shumë shteti të jetë më funksional, më autoritar, them se po, ndikojnë. Këta batakçin gënjejnë, se nuk është e vërtet janë 10.000 familje, 100 familje, janë kaq. Ka familje ngujora, ka nga ata, me durim, me gjithçka zgjidhet, po me këta maskarejnë dhe batakçin që gënjejnë për të hedhur tymnaje, për të çorrëditur njerëzit. Lexoni me kujdesoj Kuvendin e Kuqit 1928 se çka bërë jugu. Dhe pasaj veriu, më para ka bërë jugu këtë punë. Ka pasur shumë jug, gjakmarrje, dhe vrasje, dhe shkatërime. Po sot ku ka ligj? Ku funksionon ligji? Më vrave, duhet të vrasë. Kështu që s'ka ligj. Ti vret sa të duash, pa ai nuk të vret. Ai të dënon 20 vjet, 30 vjet edhe ikën të nxjerr nesër pas nesër. Kështu që s'ka ligj. Ku ka ligj? Ka ligj kur ti më vrave, unë të vras mes qytetit, të shikoj gjithë popullit bëri frikë. Po kështu s'ka ligj fare. Ku ka ligj? S'është normale. Sepse burri im vravi burrin tënd ose vllajin tënd dhe ti të më vrasësh mua nuk është e drejtë. Unë s'kam faj. Se çfarë ke ti me burrin tim ose me vllajin tim, unë nuk kam faj. Do të bësh që të merresh vesh me burrin ose me vllajin, të biesh kompromis, të diskutosh çfarë qyshtet nga erdhi kjo e keqe edhe të zgjidhet problemi. Ose në anë gjyqësore ose në anë mirënjohëse ose gjërat e tjera çfarë janë. Ndryshimi i sistemit nga i ngurtësuar në liri të plot. Për çdo gjë, qoftë nga ana psikologjike të njeriu, qoftë nga të drejtat në përgjithësi, prandaj ndodhin këto gjëra. Vrasjet që nuk e justifikojnë në fakt atë karakterin e njeriu, po ja të thash, vetëm për ndryshim nga e ngurtësuara në liri të plot, ndodhin gjëra edhe nga ana ekonomike nuk diskutohet që ka probleme në familje e gjithçka, edhe nga pikpamja morale, liria e plot e moralit sjell midis dy mentaliteteve,
edhe kjo ishte një faktor me tepër rëndësi bile që ndodhin vrasje. Ishte ngurtësi shteti centralizuar, nuk lejonte ai një gjë të tillë. Nëse ai të burgoste atje për jetë dhe mbaroja punë, atje vdisje. Tash është liri e plot, ai e mban armën atje, si ndodh një gjë, një gjaknësi vetë e vret atë që e ka vrarë. Sipas ju, çfarë duhet bërë nga ana e organeve kompetente në mënyrë që ky fenomen të reduktohet? Vetëm rivënia kushtetues legjitime se ka pas zogi pa mbreti shqiptarëve. Asgjë tjetër. Këtu shteti qeveriset nga regjimi totalitar. S'ka kushtetut. Vetëm me vendime partjake. Një nga problemet kryesore për reduktimin e këtij fenomeni është forcimi i shtetit ligjor, ndëshkimi i personave që kryen vepra të tilla, që kanë të bëjnë me jetën kundër personit, dhe një nga këto shkaqe, të cilët, sepse nuk themi, duhet të marrim dhe anën parandaluese të problemit. Dhe ana parandaluese e saj është një punë më edukative në komunitet dhe roli këtyre i bie pushtetit lokal edhe shoqërisë civile. Këtu funksionon, janë disa organizata shoqërisë civile, siç është Komiteti për pajtimin e gjaqeve dhe organizata të tjera, të cilat na informacionet që kam kanë një kontribut dhe një veprimtari të njohur në këto vite. Futi brenda tjetër aty. Ndryshe pos bërë e tjetëri dënon 5 muaj, 6 muaj, lëshon prapë, është diçka e tjetër jo normale, për mua, për mendimin tim, nuk e di. Se dhe gjakmari për shumë mere futet të avrash tjetërin e të apash tjetër është gjuna, po duhet mërë masat. Do një punë të madhe kjo që të zhduket, një punë shumë të madhe. Në më thënë njeriu që hak merret, duhet që të merret edhe mos dalim nga dënimi. Po kështu i thot, edhe 30 vjetë, 20 vjetë, 50 vjetë. Po mirë të taj, 50 vjetë, 20 vjetë jam unë, 70 vjetë kaqësët. Mjafton të gjuhën të marakun. Kurse kur e dënon me vdekje ose me 101 fjala vjen, thot aji nuk po, ngurtësohet aji. Edhe i ri është, ta kaloj gjithë jetën këtu. Se të rinjë të bënë hakmarrje, nuk e bënë aji që është ndodh shumë rrallë ajo që një 70 vjeçarë në të bëj hakmarrje. Nuk ndodh një gjë atje. Ekzistojnë disa shoqata të cilat kanë si mision të tyre në pajtimin mes këtyre familjeve që janë në gjak. Sipas jush janë mjaftueshëm funksionale këto? Shiko, të tilla shoqata ekzistojnë, por janë shoqata me llafe, pa veprimtari konkrete, vetëm për të marrur në dorë lekë nga në një institucion, kupton, sepse nuk bëhet. Nuk bën me shoqata këto punëra, këto bën me shtetin. Shteti është perëndia në Shqipëri edhe në çdo vend të botës. Prandaj nuk hidhem do se ka gjithë ato shoqata që janë të formuara, janë të regjistruara, po çfarë kanë bërë, çfarë bëjnë? Kush i pyet? Asnjë. Nuk mund të absolutizoj një gjë të tillë përsa dhe nuk ka një studim. Nëse do të kishte një studim në lidhje me ndikimet e tyre, po fakti, publiciteti dhe fakti dhe misionet që këta kryen her pas here, paktën dhe nga sa kemi njohur në media, nga fushata publicitare që zhvillohet, mendoj që ata kanë një rol. Ndërsa roli kryesor i përket shtetit, dhe shtetit me agjencitë e zbatimit ligjit, të cilët forcojnë rolin e tyre në luftën kundër krimit dhe parandalimit të tij. Dhe në këtë rast dhe gjakmarrja është një fenomen si gjithë veprat e tjera penale që duhet të ndëshkohet. Edhe ata organizatat që janë kriju, edhe e shoqata, edhe jo po bën një punë shumë të mirë. Ato vetëm më të mendja duan të duken se janë shoqata, po nuk kanë fuqi ato. Fuqinë ka vetëm shteti. Vetëm shteti. Pa të shtet, ke ligje. Ke ligje, ka shtet, janë të lidhur ato. Dyshoj shumë ka ato, se i shfrytëzojnë për interesat e tyre, them unë. Edhe që kam dëgjuar dhe nga shtype që ja abuzojnë, jo me këto lera dhe kështu, me këta. Më tepër shikojnë interesat e tyre, i shfrytëzojnë si tip korrupsioni, më thosh. Mund të jetë në indikim shumë i vogël në krahasim me atë që duhet të jetë, për shembull, sipas emrit që ka pajtimi i gjakëve. Se ne kemi dëgjuar në Kosovë, për shembull, si ato çeta që morin, po janë njerëz të rrallë ata që i kryejnë ato. Nuk besoj. Atje ato ku mund ta bëjnë dhe bëhet, por që nuk janë ato kryesorja që
mund të eliminojnë ose të paksojnë në maksimum hakmarrjen, gjakmarrjen. Pra është ligji, vetëm ai mund ta zvogloj dhe me vite se ka të bëjë dhe kultura dhe kjo edhe janë shumë faktorë për gjakmarrje, nuk mund ta marrim një gjë të thjeshtë neve. Plus këtyre shoqatave shteti duhet vërë dorë mbi të gjitha këto. Pse? Se po nuk vuri dorë shteti, nuk ka mirëvajtje në vendin tonë. Çdo gjë është e kotë.